Ferrari yt modest. Çfarë veturë është kjo? Që e ke sjell domethënë prej Italisë, a? Është prej Italisë, prej Firences. E kem marrë që 2 vite. Ferrari Mondial 1983. I pari Ferrari si u dal me 4 vena. Sot ka kushtu? 45.000 euro. Po unë jam Maraklin, Oldtimera, vonë ja kum shumë me qira të kreshe se lori kalsonet. Po qiraja ty më varet dhe 1.000 euro, 2.000 euro më varet. Qa merësh si një mërgjimtar? Punoj me ndërtim, me vllazër, kem një firmë ndërtimi që 20 vjet gati. Sa punëtori keni atje? Punoj me ndërtim, jem rreth 50 punëtorëve. A e menon herë më kthy në Kosovë, Albert? Punoj me atë menim, jem çdo ditë, çdo mërgjimtar i ka menimin qysh më kthy në vend vet sa më shpejt. Tash na këtu jena me Burimin, njërin prej vllaznive që është edhe një prej investitorëve. Ti Burim jeton Mërgjim. Ku jeton ti? Në Itali, Firenze. Po ti atje në Itali, qa merresh si një mërgjimtar? Punoj me ndërtim, me vllazër, kem një firmë ndërtimi që 20 vjet gati. Sa punëtori keni atje? Punoj me ndërtim, jem rreth 50 punëtorëve. Punoj me restaurimin e kisha o muzeve të ndryshëm. Do me thonë, atje i keni marrë, do me thonë, hapat e juj ma të mëdha dhe tani keni vendosur investimet me i sjellë të në Kosovë. Po tash ti si mërgjimtar që i mësu atje me pagesat, me jetesën e këtu. Kur po vjen këtu në Kosovë, çish po duket Kosova? Në Kosovë pak problem se kushtet elementare po mungojnë bashkë në kohën e duhur, dimrit s'po kem rrymë, verës s'po ka ujë as rrymë. Që kjo nashta ju ka bo dhe juve me shku për një jetë mas mirë atje. A e menon herë më kthy në Kosovë, Albert? Punon me atë menim, jem çdo ditë, çdo mërgjimtar i ka menimin qysh më kthy në vend vet sa më shpejt. Me jetu në vend vet, me punu, me ecë përpara. Atje me familje, me... Po. Po familjar, qa me ndojnë? Kure keni këtë parë... Po krejt familjar tonë mundohen me investu në Kosovë. Edhe më kthy, a? Po, gjithmonë flasëm qysh me investu diçka, më kthy me jetu në vend tonë, me ecë përpara. Unë dishta me të pytë që tash ti ke po Kosova po zbrozet, po besej dhe atje pasi që merreni me ndërtimtari, keni kërkesat mdoja dhe prej mi që viza në shtatë punës edhe njerëzve që dojnë me lëshu Kosovën. Qa me ndonë që për këtë pjesë? Unë çdo ditë ju thonë trive, si jonë matrise, unë ju thonë ma shumë javlen tash mu përqendru në vend tonë me punu, se dhe këtu mirë është u bon, tash ka dale, po shkojnë të unë rejtë sanë të në Kosovë. Edhe s'ja vlen për të me shku? Nuk besoj se ja vlen tash. Unë tash ti po du me të pytë për jetën atje. Qatë pëlqen mas shumë ti nështë atje, që cilë është dallimi për ty si një mërgjimtar mes Kosovës edhe mërgjimit në këtë rast Itali? Po atje janë pak ma preciz. Shtu në termine në sane janë pak ma preciz. E këtu në Kosovë, salamat. Pak ma ndryshe. Pak ma ndryshe. Po edhe ushqimi, klima është pak ma ndryshe. Atje edhe këto do më thonë po. Po rrugat, çmimet, tash ti peshe edhe naftën, qysh është rritë. Sa është 1 litër e naftës në Itali? Po edhe në Itali është tash 2 euro 10 cent, mos gabofsha para 2 javë ishte 2 euro 10 cent, 2 euro 15 cent. Kurse këtu në Kosovë dhe 1 euro në asan, 2 euro po shkojnë do me thonë litri naftës. Qa me ndonë ti për këtë pjesë? Ta është ti me krahasu standardin e Italisë dhe të Kosovës, është pak ma ndryshë në është edhe çmimi. Qëra është një krizë e në krejt botën? Globale. Po se nuk është veç në Kosovë se po lëvizin këto çmime në krejt Evropën, e më thuja krejt botën po lëvizin çdo ditë.
Po pra pa mendon ti që ka mujt shteti me he këto akcizat edhe këto? Vallai nuk besoj si ka mujt se kjo është Një pjesë e madhe e buxhetit Kosovës varet domethënë prej naftorëve. prej nafte, prej dogana, prej. Hajde tash kena me vazhdu të një pjesë tjetër te Ferrari yt modest edhe i veçantë. Çfarë veturë është kjo? Që e ke sjell domethënë prej Italisë, a? Është prej Italisë, prej Firencës. E kem marrë që 2 vite, Ferrari Mondial 1983. I pari Ferrari si u dal për 4 vena. Po, për shit 4 ulse. Po. Apo më tregon burim sot ka kushtu? Me Po dy ka atje këllë. kushtu dikon 45.000 euro. 45.000 euro ka kushtu. E dhe e sjellë në Kosovë me transporte me këto që ke sjellë sot? Unë e kom sjell të e vozit. Okej. Nuk është se më ka kushtu shumë veç ulla, kështu, rruga. Po duket shumë i veçantë kështu. Po. Do me thonë sa harxhon, sa e ka këto punë këto që si kuptojnë me si mjet, fahme nështë. Kjo është motor 3.2 benzin. Po konsumi nuk është se e ka shumë të madh, se kjo është motor i thjeshtë, është motor i vjetër. A e ke bli kështu apo e ke rinovu? Gjë kjo u konë kështu, nuk u konë ndonjëherë i renovum. E qatë boni ty me blina, është a je marakli? Po unë jam maraklin mjete edhe në kështu në Oldtimera jam kogja shumë marakli. Ta njerë momente morëm. Edhe e ke lënë këtu bashkë, do me thonë para restaurantit, po a e lëshën me qëro, apo? Po tash vone ja kum shumë me qëra për kongtar më se kreshe se Lori Kalsonet kongën e funit se e lansun. Jeni shumë me qëro? Po. E sa po kushton qëroja ati? Po qëroja ti më varet qëfar eventi dhe 1.000 euro, 2.000 euro më varet. A ko t'interesu? Po ka pak. Prezentojna pak me automobilin. Pra si Do me shpo thonë shihet që kjo është është Ferrari por me ulse. Ferrari Mondial i pari për 4 vena. I pari me 4 ulse, do me thonë edhe, apo na i tregon karakteristika që i ka në Po kjo ka klimen, Hajde, he. Po? i ka klimen, i ka gjomat elektronik. Okej. A e vozit të në Kosovë? A ka ndëshirë njerëzit me bo foto? Po, shumë bojnë foto. Se i shumë i veçantë kështu nështë edhe si veturë, si... Kur t'kam po njerëzit me to, qatë ka po mas shumë të përshtypje? Hajde, Makni? Valoj, drejt me thonë, krejt rinë të kësyrë me to se është kërë i veçantë, kështu i vjetë. Po, me torgat të Rumës, Po, 2 vjetra të Rumës. Vjetra, po. A ka regjistrime këtu? Po, i ka krejt, kjo është me certifikat Oldtimer. Okej. Në Itali e qojmë ja bëjmë revizionin, e qojmë çdo 3 muaj, që është ligji. Atje, po. A ko t'interesu ma, a ke pos në rast ku ka ndosht me ta blit gjithë qysh? Po ka pos, po nuk jem Si një t'interesu me për mishit, e ke morë për qef, njëherë dojmë i mojtë se kem plan mishit. Sa ti ka nëfru mas shumë ti për ta? Valoj mas shumë të 50.000 euro që shtu i ka nëfru, po nuk dojmë mishit se dojmë i mojtë për veti. Ne dhe na është kush është interesu, më të marrë me qero edhe... Për një dit me bonë. Ti jeni biznismen shumë i suksesshëm si në Kosovë, si atje në Itali, për kundër që je modest dhe s'do nashta me fol, po fillimet që shkanë qenë, kur e ke lshu Kosovën edhe je shku në Itali me? Fillimet e mija, unë isha në shkollë këtu Ali Hadrin e Pej, hoteleri turizm. Po. Emigrova kur isha vetëm 17 vjetë. Tani u shkova me një kamp në Firenze. Je shku do me thonë 9 mosh që shkojnë po? 9 mosh, po, minoren. Tani e bona një shkollë zdruktar. Vazhdova me ndërtim me vllazën,
Tani kem punu gjithmonë me ndërtim edhe një kohë me gastronomi. Po, edhe I keni prek domethënë edhe gastronominë edhe ndërtimin. Po, a është e vështirë nështë me I marrë hapat e parë në mërgjim? Është shumë A ka qenë e pamundur ky sukses që e gëzoni ju sot si familje? Na për fat jem kështu shumë vllazën, e shkojmë të një munjon e tjetrit. Po. Se nuk është e lehtë kërkon as në Itali, as në Kosovë, as gjithë. Kërkon nuk është e lehtë. S'është e lehtë, po nashta kur punon njëri edhe kur është I bashkuar, po cili është suksesi, cili mendon që cila gjë e ka sjell suksesin te ju? E kam fjalën, jeni shumë vllazë. Edhe suksesin e ka sjell më shumë te sinqeriteti, korrektësia me klienta. Po. Qaja mendoj se u konë suksesi më I madh. Suksesi më I madh është si jem kod bashkum, komplet vllaznët, kem punu, edhe janë shku sa në mirë. Unë deshta me të pyet, baba kur ka ndru jetë? Baba ka ndru jetë që 5 vjetë, babën e kem pas drejtor shkolle, arsimtar, gjuhës shqipe. Edhe shumë ardhëtor edhe patriot. Po. Edhe në gjatë luftës ka marrë pjesë në luftë. Është edhe ka qenë domethënë veteran. Po, edhe veteran I UÇK-s. Edhe ka kontribu edhe si mësimdhënës në atë kohën mas para lufte, mas lufte, thonë po. E deshta me të pyet, nështë baba, unë e fola edhe me Albertin, a I tha që bëni çka të bëni, ka thonë baba, edhe punoni çka të punoni, po hajdin edhe investoni në Kosovë. Edhe nështë edhe ky restorant, edhe ky hotel, edhe kjo sallë eventësh që gëzoni edhe sot këtu në Kosovë, ka ardhur edhe pak si motiv nështë edhe si piknisje prej fjalës të babës. Po, vërtet. Sa I gjithmonë nuk konë I dhonën mas venit vetë, ka pas qef gjithmonë vend vetë me jetu, me punu. Edhe për ata kanë sakrifiku jetën krejt të parë tonë. Po, për me gëzu që t'liri që sot na, po, e kemi edhe. Sot t'lirë. Ka njëherë thonë që ju mërgjimtarët jeni madhë dhe dashë, ka njëherë kështu, qa mendon për ata që thonë është hajdeni kthehuni, pse s'po ktheheni, po I tash njërën e vetë, do të munis prej qësoj, po prapë nështë tash ka me post nështë mendimet njerëzve që thonë, po hajdeni pra dhe kthehuni këtu në Kosovë. Po dikush s'mundet më kthy se I ka fëmijë në shkollë, I ka krejt, atje punën e krejt, tash edhe me dasht, nuk mundet se është I bllokum me punë, me angazhime. Nuk mundet me I lanë 30 vjetë karrierë, tash më arë këtu m'ja fillu prej zeros. Prej zeros nështë edhe tu. Me fëmijë me vetë, është problem, sa jo se ka vullnetin, a e ka nështë shumë vullnetin e madhë mu këthy në vend vetë. Po, po nështë disa gjona e ndolin. Po, edhe na diskutum shumë edhe për qëtë pjesën që ti the që vjen Kosovë, nuk I ujë, nuk I rrymë, na halo vujna për disa probleme esenciale, nështë edhe kjo ja u vështirësën edhe mërgjimtarve. Shumë na vështirësën, se cili si vjen ankohet çdo vit, si vere, si dimrit, ankohet për ujë rrymë, si po ka munges bashkë në kohën kur ata vinë. Po, fiks, nështë edhe kjo është një problem që na nuk do të me u përballë, po përballemi edhe kjo ja vështirëson edhe juve nështë edhe investimet e gjithçka. Gjithçka lidhen, për shembull ju këto nuk mundeni me hap nëse s'keni rrymë edhe ujë, se gjithçka domethënë ato janë jetike edhe s'bën ato. Buri mundu me të falenderu shumë për bisedën që e bënëm edhe po duhet një mesazh këtë fundit në prej teje, si një mërgjimtar, që është shumë I suksesshëm si në Itali, si këtu në Kosovë, këtë investimet I ka bo domethënë këtu në Kosovë, çfarë I kishe thonë të rive sot? Rive I thonë me punu sa ma shumë, me I lanë ato me dalë jashtë, me shku jashtë, se edhe këtu me dash njeri me punu ku do që punon I ka krejt. Edhe besoj nuk është keq as në Kosovë tash.
Dhe më thotë kjo është mesazhi yt, edhe na falenderojna shumë. Faleminderit juve shumë për kohën e për gjithçka. Ju urojna sa më shumë suksese edhe gjithë mira. Faleminderit shumë.